është akoma rrezik për këtë shoqëri. Kështu që në këtë konflikt të ri, ne duhet shohim rrezikshmërinë që na vjen nga SPAK-u, jo rrezikshmërinë që na vjen nga kufoma. Kufomave, pavarësisht se ne jetojmë përdit me to, i bëhet autopsia. Të thua qa pushteti ka ky njeri? Pa dyshim, si ka për histori, po, patjetër. Kaq të mëdhenj të gazetarisë shqiptare u vika në rresht me fishkëllim të arbrit vogël. Si ka mundësi që arbri madh fuga tjetri, si ka mundësi që kryeministri tako ka Ajola e ka porosit takoj Greta si e kishte kjo dëshmimtare dhe i shkon e takon. Po si ka mundësi që gjatë gjithë procesit të Sali Berishës syri ka qenë po aq mbrojtës ndaj dhe kundër arrestimit Berishës? A paska dhe Berisha një fuqi mediatike? Paska. A përbën kjo fuqi mediatike mundësi teorike të intimidimit? Shumë herë më të madhe. Një sekond. Tani përgjigjesh ti, jo ti. Nuk më ka lënë marrë si fjalilla. Dhe lufta për liberalizim. Nuk ka lënë asim një sekond. Cilin dëshmitar kundër Sali Berishës kishte mundësi syri ta qonte? Cilin dëshmitar kundër Sali Berishës ose proti kishte mundësi syri ta qonte ke Edi Rama për të takuar? Cilin dëshmitar syri kishte mundësi ta paguante me lekë Cilin dëshmitar syri kishte mundësi të merrte apo themi ndikimi mediatik? Apo themi ndikimi mediatik? Ti numërosh shumë të tepër. Unë po fola për fuqi mediatike. Ndryshe nga këta, syri, kohën kur ishte dosja e Sali Berishës në fillim, kohën kur Lenci nuk kishte përplasje dhe akoma bënte një emision tek Report TV-ja, që kishte vjedhur tokën për cilisht në bursa Sali Berisha, Lenci ftoi këtu për të bërë balancën. Në cilin për këtyre televizioneve bëhet balanca? Ke ai emisioni që thua ti, ke ai emisioni, dëgjoj. Ja të ta them unë, meqense gjithë politikat editoriale të ke ai emisioni. Apo ai ishte syri një media mbrojtëse ndaj kauzës sa çfarë Sali Berisha aty që ke qenë kundër arrestimit ti? Do t'i të mfusin burg tani? Po tash. Do të mfusin burg, po ta shifrën. Ti ke sa syri në më shumë kundër SPAK-ut. Për arrestin e Berishës, kundër kam qenë dhe unë. Ma bëjtë edhe Lenci. Ti ke dhënë deklaratë. Ti ke shpërndarë deklaratë Lenci, nuk s'ka vlerë as një fjalë. Dhe vazhdoj ta mendoj atë gjë, po lere tani, Po si jep deklaratë dikujt që ti je kundër tij? Po lere më. Po si ja jep? Kush të tha që jam kundër atij? Kush të tha ty që jam kundër atij? Pa tha që s'do të arrestimi. Po kjo është tjetër gjë. Ka gabuar në Kjo është tjetër gjë. Dhe po të ta them me një fjali, me që se fjali nuk thua do gjë Lenci. Ja që ta ashtu. Po e thaj me deklaratën ja kam dhënë, sepse i ka dhënë fundin pa ndëshkueshmërisë, por jam kundër atyre që mendojnë që pa ndëshkueshmëria, ndëshkueshmëria është e barabartë me dhënien e drejtësisë. Ti bashkë me Nikolën deklaratën. Dhe unë besoj. Ti bashkë me Nikolën deklaratën ja ke dhënë me shpresën se ndalon ke Sali Berisha. Për asnjë arsye tjetër. Ti bashkë me Nikolën deklaratën ke dhënë shpresën se ndalon ke Sali Berisha. Ti bashkë me Edi Ramën dhe gjithë ata që kanë përkrahur SPAK-un e kanë përkrahur me shpresën që ndalon ke Sali Berisha. Në momentin që mund dilte jashtë Berishës, ky SPAK-u bëi keq. Ky ka qenë problemi. Po je pa ndesh. Jo. Kjo që po thua, një fjalë që po thua, inshallah nuk më ndërpreu më këtej. Më ndërpreu. Dhe po thot një gjë të tmerrshme. Nëse do kishte mbetur ke Sali Berisha, unë do të vija. Ti e ke tërhequr deklaratën vetëm kur ka dalë jashtë Sali Berishës. Absolutisht jo. Por se kam tërhequr. Po nëse i rrin deklaratës mos ta fol kundër ti pastaj. A e mbani mend Edi Rama si doli pas arrestimit të Erion Velis. Çfarë tha Edi Rama? Po, që SPAK-u po e cepron. Që janë to burgosi. Ta marrin nga 7.000 euro në rroga. Mbas zgjedhjeve do ta sjellim SPAK-un standarde demokratike. O ulsi, çfarë bëre me këta si ke toleruar kaq shumë. Ka ikur koha që ne s'flisim tani do flasim. Nuk kam më no koment tani do kesh komente. Pse i bën gjithë, se është deloj pushteti vëlla. Se në qoftë se Zoj bënte këtë gjë Velia mund bëhet si Ben Ahmetaj. Pra nuk është se janë fare pa pushtet, edhe kur janë aty brenda. Se kanë pushtetin e të qenit pjesë e kupolës. Çim, trilindjes. Dhe Omertaja është ajo që bën këtë të burgut. Omertaja është, duhet të ruash ligjin që frikson edhe Edi Rama dhe Omertaja është lloj pushteti. Ke qenë pjesë e kupolës, po fole. Sa efekt ka pas 3 intervistat e Ben Ahmetajt mbi Ramën? Më thoni, a ka prekur njerëzit?
Ato që ka thënë, si ka thënë vetë parë, ka qenë numri 2 i qeverisë. Ky ka qenë numri 2 i partisë. Kjo si fillon dhe flet dhe ky si Belametaj. Është një pushtet që kërcënon Edi Rama apo nuk është? Është patjetër. Dhe Edi Rama tani prapë sipas logjikës ne lundrojmë në absurd. Jo, po është një kot. Duke ditur që rrezikon këtë gjë, e mori e çoi Erion Veliajn atje. I tha Spakut arrestoni Erion Veliajn. Edhe përpara zgjedhjeve. E garantoj që nuk arrestohesh, e mori për darkë me dash shpesë dhe pas 2 ditësh një lloj si tjerëve, dakor. Berat. Ke gjë çfarë ti thuar sa logjike? Kam. Edi Rama trembe se ky do të bënte Benametaj numër 2 dhe e çon atje dhe i bën një mbrojtje momentin e parë që ti mbush mendjen atij që jam me ty dhe vazhdon e lën burr. A është goditja e Erion Veliajt një goditje me leje? Kjo është një temë që ja vlen të diskutohet. Me leje si? Nga Edi Rama. Unë besoj që Edi Rama nuk ka pasur asnjë lloj interesi që Erion Veliaj me parua se nuk ka pas gjithë intereset e botës. Po, ja vlen ta diskutojmë po. Unë personalisht besoj Bushat i vetmi person që edhe ma tutje ka imunitet nga Spaku është Edi Rama. Për arsye praktike. Domethënë imuniteti i Ramës është i kuptueshëm sepse nuk është e lehtë për një prokurori të godas personin që është në kryq qeveri. Zakonisht të praktika në vendet e rajonit ndodhin kur subjekti caktuar largohet nga pushteti. Domethënë, atëherë fillojnë edhe merren me të. Përndryshe, është për mua vazhdon me kon absurde që Spak me marr leje Ramës, me u marr me Erion Velin, sepse nuk ka logjik kjo, domethënë pse duhet, domethënë ose është i shtrënguar Rama, domethënë, okay. Vetëm arsyetimi i kësaj është nëse Edi Rama me patjetër duhet me sakrifiku dikënd, edhe hipotetikisht, po mirë. Pra, kjo kërkon kështu, ka shkuar Altin Dumani me Edi Ramën dhe i ka thonë cilin po ma shet prej këtyne burrave kryesor që e ki. S'është kaq banal. Mirë, po tash nëse e thirrsojmë çështu del, domethënë edhe gjonat e komplikuara nëse i thirrsojmë, dalin çështu. Jo Edi Rama me Altin Dumanin, po Endri Fuga me dikan. Ka një lloj marrëveshje, ta zëmë hipotetë. I thot cilin dhëm